E konfirmoi. Bes Kallaku zyrtarizon romancën e re dhe rrjeti shpërthen. Pas javësh aludimesh, komentesh dhe spekulimesh që qarkullonin me shpejtësi në media roz, më në fund erdhi momenti që të gjithë po e prisnin. Bes Kallaku ka vendosur t'i jap fund heshtjes dhe ta bëj publike lidhjen e tij të re, duke konfirmuar kështu se ka nisur një kapitull të ri në jetën personale. Aktori dhe këngëtari i njohur publikoi për herë të parë një fotografi në Instagram me partneren e tij, duke e bërë romancën zyrtare para ndjekësve. Një postim i thjesht, por me peshë të madhe. Në imazhin që ka tërhequr menjëherë vëmendjen, vajza mbetet ende misterioze, fytyra e saj nuk dallohet, por detajet kanë mjaftuar që rrjeti të ndizet. Flokët e gjata bjonde bien në sy, ndërsa besi shihet duke i dhuruar një puthje plot ndjenje. Një moment intim i ndar publikisht për herë të parë. Postimi është shoqëruar vetëm me një emoji zemre, por aq ka mjaftuar që komentet të vërshojnë. Urime, reagime surprize dhe shumë kuriozitet për identitetin e vajzës së re kanë pushtuar menjëherë rrjetin. Ky veprim vjen pas ndarjes së bujshme nga Gjensila Myrtezaj, një histori që për muaj të tërë ishte në qendër të vëmendjes mediatike. Tashmë duket se Besi ka zgjedhur të ecë përpara, por duke mbajtur ende një dozë misteri rreth partneres së tij. A do ta zbulojë së shpejti identitetin e saj? Apo kjo romancë do të vazhdojë të mbetet enigmatike? Një gjë është e sigurt, me një foto dhe një emoji, Bes Kallaku arriti të trazojë gjithë rrjetin.